Në Pallatin e Drejtësisë të premten pasdite, masat e sigurisë janë të rrepta. Brenda në gjykatore, trupi gjykues shfaqen sakt në orën 15 për të shpallur një nga gjykimet më me peshë që ka dhënë sistemi i drejtësisë në Republikën e Kosovës. Këtu shqiptohet dënimi për 3 terroristë pjesëmarrës në aktin e agresionit ndaj shtetit më 24 shtator 2023 në Banjsk, ku u vra rreshteri policisë Afrim Bunjaku. 2 pjesëmarrës në grupin paramilitar serb dënohen me burgim të përjetshëm, kurse i treti do të qëndroj prapa grilave 30 vjet. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve.